Përshëndetje shikues të emisioni Shënoshë Mirë. Po takohemi sërish bashk me ushtrime të reja. Atëherë, sot për ju do t'ju informoj me disa lëvizje të cilat mund t'i kombinosh lunges dhe squat. Nëse je në shtëpi, nuk të duhet në ndonjë hapësirë e madhe. Atëherë, koncentrohu, trupi të jetë drejt, këmbët e majt, lëvizje mbrapa. Kombinojë një squat, të djathtë mbrapa, përsëri në squat, mbrapa, squat, djatha, këtë e përsërit 10 herë. 2 këmbët i numëron 1. E treta, katërta, në serinë e dytë, mundohu t'i bësh lëvizjet e njëjta, mirë po të dy fishta. Atëherë, këmbën e majtë mbrapa, kthehesh dhe prap mbrapa. 2 squat, 2 fishoje e djathta. Mbrapa, përsëri e djathta. Squat, 2. Mbrapa, përsërit 10 lëvizje. Dhe në serinë e tretë, bën një kombinim tjetër, ka këmba mbrapa, ngrit e lartë, dhe ktheu në squat, e djathta, poshtë, lartë, squat. Pra dhe këtu i bën 10 përsëritje. E dyta, kujdes, trupin drejt, gjunjët në pozitë të drejt dhe vazhdoj. Atëherë, ju që keni mundësi në palestër, mund ta kombinoni këtë ushtrim në Smith Machine. Në serinë e parë, mundohu që pesha të jetë më e vogël, që ti ta kesh ushtrimin më të lehtë për ta ekzekutuar. Atëherë, mbrapa me të majtën, squat, mbrapa, squat. Pra bëjmë 10 përsëritje. E dyta, mundohu ta shtrin këmbën mbrapa. E treta, pra bëjmë 10. Fillojmë serinë e dytë me 10 përsëritje, mirë po lëvizjet janë të dy fishta. Shtrin këmbën, kthem, prap, mbrapa, squat, 2, 1, edhe 1. E djathta, mbrapa, squat. Kjo ishte 1. E dyta, mbrapa, squat. Kujdes, shpina drejt,
Pra dhe të përsëritje. Dhe në serinë e tretë, vazhdojmë pas 30 sekundave. Dhe në serinë e tretë, e kemi me të njëjtat pesha, këmbën mbrapa dhe ngrit nalt. Squat. Mbrapa, lashtë, squat. 10 përsëritje. Kjo ishte për këtë emision, pra ishim të fokusuar në pjesën e poshtme të trupit. Shifemi një emisionin në radhës, gjitha të mirat.